Përshëndetje, ja ku jemi përsëri bashkë me një recetë tjetër, e cila është lëngje frutash të ndryshme në formë kasate, ose cilësojeni si ju të dëshironi. Por në këto ditë kaq përvoluese, këto janë shumë të mira, sidomos për fëmijët tuaj. Vemi te këndi gatimit për të filluar përgatitjen e recetës. I kemi marrë gjithë përbërësit, lëngjet do t'i vendosim në këto qese. Besoj se keni parë të gjithë që lëngjet vendosen në këto qese të tilla, të këtij lloji. Tani do të fillojmë të përgatisim recetën ku i kemi marrë të gjitha frutat, disa perime, kemi marrë edhe mjaltin për të neutralizuar ëmbëlsinë e frutave sipas dhe ujin. Fillojmë të përgatisim. Si fillim do të përgatisim karotën, panxarin e kuq, selinon, gjithashtu të shoqëruar me ujë, që grirja të bëhet sa më mirë. I vendosim të karate dhe i gri. Duhet keni parasysh që të gjitha llojet e frutave apo perimet, siç është panxari, karota, duhet që t'i sitim nga fara dhe nga tuli që ata kanë, që lëngu të dali sa më i pastër. Ja e kemi hedhur edhe lëngun në qeset përkatëse dhe ku i kemi dhe vazhdojmë me frutat e tjera. Këtu ka vendosur kajsi, ka vendosur ujin, mjaltin, ishin shumë të domosdoshme mjalti për të neutralizuar atë ëmbëlsinë, sepse ishin pa pikëshije. Ja e vendosëm edhe lëngun, të cilën e përpunuam aty, dhe tani do të vazhdojmë sipas radhës. Do të vendosim tani rushin, ku i kam hedhur ujin, mjaltin dhe e kam vendosur në atë qeset, siç thamë më përpara. Vendosim kumbullat, mjalt dhe ujë. Dhe do t'i grim mirë, gjithashtu do t'i sitim. Është një recetë shumë e mirë. Përgatitjeni për fëmijët tuaj, sepse në këtë ditë kaq të nxehta dhe përvoluese që ne po kalojmë, këto janë fantastike. Do e përgatisim tani me moll, trangull dhe selino. Ky kombinim është fantastik. Unë e kam përdorur kaq kohë për kolesterolin, karotën, panxarin edhe mollën. Me gjithë selinon, janë fantastike. E kemi edhe ujin dhe fillojmë ta grim. Përgatiteni se është fantastike si recetë. Do thoni ku i ke gjetur këto qeset? Mase nuk duhet e tregoj, po ja them. I ka marrë tek Temu. Ja ku i kemi përgatitur lëngjet. Tani do të përgatisim sharqirin, ku më përpara do t'ja heqim ato farat, mundeni sa të hiqni. Mua më ka shpëtuar nga një farë, por nuk ka problem fare, se farat janë shumë të shëndetshme. Tani se dim sa lloj farësh janë, po i shtrydhim me gjysmë limoni dhe kombinimi i sharqirit me limonin është fantastike. Më besoni dhe e provoni. Do i ngrim në tribull dhe ja ku e kemi po e vendosim në përqese. Tani me thënë të drejtën, ke merak për çdo gjë, sidomos për fëmijët. Do të bëjmë edhe lëngun e portokalles, të shoqëruar me lëngun e limonit. E vendosim në qese. Është fantastike. Tani unë do të vendos në përqese shurupin e kumllës së egërs që kam përgatitur më përpara, të cilën e kam postuar. Do të vendos edhe shurupin e qershisë, të cilën këtë se kam postuar, do ta postoj mbas kësaj video. Jam duke përgatitur dhe ja ku i kemi. Tani kemi përgatitur të gjitha llojet e frutave dhe të disa perimeve dhe do t'i vendosim në frigorifer, në frizer, derisa ne t'i konsumojmë. Përgatitjeni këtë recetë sidomos për fëmijët tuaj, po pse jo edhe për juve. Kush i pëlqen mund t'i përdori pa problem fare. Ja ku i kemi, i vendosim në frizer. Unë i nxorra mbas 24 orësh për t'ju treguar juve se si janë bërë. Shifeni, janë fantastike. Fëmijët tuaj do mrekullohen, do kënaqen jashtëmase. Shifeni. Janë të frutave të ndryshme dhe të disa perimeve. Ja ku i kemi. Kjo është me portokall, kjo është me shurup kumllët egër, me rush, me moll, panxar
me kumbull, sharqi edhe me shurup qershie. Shohim një nga këto shijet, kapim një me portokall, e hapim. Kam filluar dhe të shkrijnë, me thënë të drejtën, sado këtu brenda ambientit temperatura është jo shumë nxehtë. Kam filluar të shkrij, dhe si e shifni vetë, ja shifeni, ta shikojmë për e provojmë në shije, që nga fantastike, ju bëf së mirë. Faleminderit shumë që më ndiqni videot e mia. Do dëshiroja shumë që të më lini një mesazh poshtë videos dhe gjithashtu të abonoheshit në kanalin tim kur të shtypnin butonin zile. Faleminderit që më ndiqni dhe mirë takofshim në videot e radhës.